Kryeministri Edi Rama në një takim inaugurues të Komitetit të Përbashkët Konsultativ me Komitetin Ekonomik dhe Social të Bashkimit Evropian, u shpreh se Unioni ka surprizuar me gatishmërinë që ka treguar për të marrë Shqipërinë në kështjellën e saj. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë tha se kjo është hera e parë që hyjet e vendit tonë janë në të njëjtën linjë me atë të Bashkimit Evropian dhe ky moment duhet shfrytëzuar. Jemi mirëpritur brenda kështjellës së Brukselit si të barabartë dhe madje është dhënë mundësia për të ndjerë të barabartë. Nga ana tjetër, jam entuziast që komiteti do të shërbejë qëllimin e ndihmës që të nxjisë aktorët tanë të rriten dhe të bëhen pjesë e rëndësishme e anëtarësisë së Shqipërisë dhe pjesëmarrjes së Shqipërisë në jetën e familjes europiane si anëtar të barabartë shpejt dhe dëshiroj. Ka qenë rrugë e gjatë më shumë situata ku e gjetëm veten të mbërthyer, por më duhet të them se tani jemi dhe po jetojmë në një moment në kohë kur Brukseli dhe BE na kanë surprizuar me vullnetin e tyre të fortë dhe të qartë për të na marrë brenda. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato, i pranishëm në takimin inaugurues të Komitetit të Përbashkët Konsultativ dhe Komitetit Ekonomik dhe Social të Bashkimit Evropian, tha se në procesin e integrimit të vendit drejt Unionit duhet të përfshihet edhe të ketë rol aktiv edhe shoqëria civile. Proces që përfshin të gjithë shoqërinë, nuk mund të lihet vetëm për shoqërinë dhe kuvendin, por organizatat e shoqërisë civile duhet të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë proces. Këto vende do të duhet të përfshin shoqërinë civile në të gjithë punën që do të bëhet para se të bëhet pjesë e familjes tonë. Të ecësh përpara në BE kërkon angazhim politik të qytetarëve dhe shoqërinë civile. Qeveria mund të përfitojë nga ekspertiza dhe njohuritë e shoqërisë civile. Shoqëritë civile të luajnë një rol proaktiv. Në kontekstin e anëtarësimit të BE, pjesëmarrja në vendimarrje e shoqërisë civile është e rëndësishme. Presidenti i ESCR-s, Oliver Ropke, në këtë takim ka vlerësuar se Shqipëria është një ndër vendet me performancën më të mirë të negociatave në rrugëtimin drejt Unionit. Mëtej, ai theksoi bindjen se vendi do të arrijë të përmbyllë grup kapitujt brenda afatit të parashikuar dhe të bëhet anëtare me të drejta të plota në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030.